Sapo na erdhi lajmi i kalimit në mëshim të Atit Shenjt, Papa Franceskut, i cili u kthy në shtëpinë e Atit sot rreth orës 7:35 të mëngjesit. Mendjet dhe zemrat tona ju drejtuan hyj të gjithë përshtetshëm në lutje për shpirtin e tij. Na bin mend mujt e fundit të vujtjes së tij shëndetësore, në të njëjtën kohë, ka ngulja e tij për të qëndruar pranë popullit të tij si bari i mirë deri në fund, edhe përgjatë këtyre ditëve të Pashkëve. Ditën e Pashkës, pra dje, deshti vetë personalisht që ai ta jepte bekimin urbi et orbi, si testamenti i tij i fundit. Ati Shenjt, Papa Francesku, iku duke na beku. Papa Francesku zgjodhi ta vizitoj Shqipërinë me 21 shtator 2014 si vendin e parë evropian, pak pasi ishte zgjedhur në krye të Kishës Katolike Universale. Në atë vizitë, të gjithë kujtojmë fjalën e tij e më pas për kujdesin e tij të vazhdueshme për Shqipërinë. Papa Francesku e udhëhoqi Kishën në këto vite nëpërmjet një dëshire të thellë ndryshimi dhe reformash. Ai u bë një zaj i fuqishëm në gjithë botën, duke shpallur ngjitjen e dashurisë ndaj më të varfërve dhe më të përjashtuarve të shoqënisë. Ai ngriti vazhdimisht zërin kundër luftës, armatimeve dhe shkatrimit të krijimit. Me fjalë dhe me vepra e udhëhoqi Kishën Katolike drejt një trajte më të përulur, më të thjeshtë e më sinodale. Ne i jemi mirënjohës hyjt që na dha Papa Franceskun në këto vite dhe i lutemi hyjt që ta pranojë në banesën e amshume të mbretërisë së tij. Si i peshvejt të Kishës Katolike në Shqipëni, falenderojmë gjithë ata që në këto momente na gjenden pranë në mënyra e forma të ndryshme. U bajmë thirrje të gjitha komuniteteve dioqezane, famulljtare, rregulltare e çdo besimtari që të luten për Papa Franceskun. Po ashtu, duke filluar nga mramja e ditës së sotme, të organizohen momente lutjet dhe përshpirtëniet në të gjitha komunitetet e besimtarve dhe këmbanat do të binë në shenjëzie, të i fillu nga momenti i marrjes së kësaj letre. Krishti e pas në Paris Papa Franceskun e dhasht dritën e amshume. Në emën të IPSHV-ve të konferencës i peshvnore të Shqipërisë, shkëlqësia e tij Imzot Gjergj Meta, i peshvi Rrashenit dhe president i konferencës i peshvnore të Shqipërisë.